Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi ditën e sotme me historinë e parë. Do të flasim për një heroin nga Kumanova, një grua e cila është bërë nën edhe për fëmijët e kunatës. Po, për fëmijët e kunatës së saj. Jetojmë në një kohë ku kunatat nuk kanë marrëdhënie me njëra tjetrën. Kjo grua sot jeton në Europë, ka dashur të shkruajë historinë e saj, të tregojë jetën e saj, të tregojë sakrificën që ka bërë, por kjo zonjë e nderuar është bërë nën për fëmijët e kunatës. Do të thënë ka hequr fëmijën e saj nga gjiri, ka futur fëmijën e kunatës së vet. Rrëfimi fillon kështu. Ishte një natë e zakonshme në Kumanov. Por fati kishte vendosur që ajo të mos ishte si një natë në të gjithë netët e tjera. Një aksident i rënd i mori jetën një gruaje të re. Nëna e një vajze të vogël që atëherë ishte vetëm foshnjë. Në atë moment të dhimbshëm u trondite gjithë familja, por mbi të gjitha një grua, kunata e saj, qëndroi përballë një vendimi të madh. Ndoshta edhe më të madhin në jetën e saj. Unë vet isha nën. Kisha një fëmijë që e ushqeja me gjimë. Dhe jetoja jetën time në mënyrën më të thjeshtë, pa u menduar kur se një ditë do të duhej të sakrifikoja një pjesë të vetes për dikë tjetër. Po kur e pash foshnjën të mbetur jetime, një ëngjëll që qante pa pushim, e kuptova se jeta nuk e pyet askënd nëse është gati. U mendova 2 herë. E fola me burin tim. Burimi ishte shumë i mërzitur sepse kishte humbur nusen e vllajt. Vajza e vogël qante, sepse ishte akoma foshnjë, akoma 6 muajsh e lindur. Edhe unë po mendoja në vete, ky është momenti që unë duhet të sakrifikoj. Ky është momenti që unë duhet të tregoj veten time. Duhet të tregoj njeriun tim. Vendosa që të heq djalin tim nga gjiri dhe unë të veja në gjirin tim vajzën e kunatës së ndjerë. E mora vajzën në krah, e përkëdhela në fytyrë dhe duke e vendosur në gjoksin tim, nga i qast ajo më nuk ishte thjesht vajza e kunatës, por ishte vajza ime dhe unë u bëra nën për së dyti. Jo nga barku, por nga zemra. Mbaj mend të kunatën time, motrën e burrit tim, e cila filloi të qante me lotë të mëdha, vetëm e vetëm për këtë vepër që bëra unë. Ditët kalonin mes vështirësive. Fëmijët e kunatës shpesh flisnin, flas për kunatën e madhe, ndërsa fëmijët e mi ndjeshin të lënë pasdore, sepse unë u përkushtova te mase për të arritur këtë vajzë, si të ishte fëmia im, por ndoshta edhe më shumë. Çdo njeri që më shihte nuk do dyshonte kur se ajo nuk ishte vajza ime e lindur. Lotët, netët pa gjumë, përkujdesja, sakrificat, ishin të gjitha të një nënës të vërtet. Kur më pyesnin a lodhesh, thoja jo asnjëherë, sepse e bëja me shumë dashuri dhe i me bi për mua ishte forcë, ishte lumturi. Vitet ikën me njëherë. Vajza u rritë si drita e diellit. Me dashurin më të madhe në time,
me dashurinë e burrit tim dhe njëkohësisht me dashurinë e babait të saj. Me kujdesin tim dhe me ndjenjën e grotësisë që vetëm një nën mund të t'japë. Vajza nuk e dinte të vërtetën. Nuk e dinte se nëna e saj kishte vdekur dhe se ajo që e rriti nuk ishte biologjikisht e saj. Por e vërteta nuk mund të mbetet gjithmonë e fshehur. Pas 13 vitesh, një ditë e qetë u kthye në ditën më tronditse të jetës së vajzës. Një fjalë e rastit, një bisedë e dëgjuar pa dashje, një rrëfim i thjesht dhe gjithçka u rrëzua. Vajza e mori vesh të vërtetën. U mbyll në dhomë, lotët i rritnin pafund, nuk mund ta besonte se nëna që e kishte quajtur mami gjithë jetën, nuk ishte nëna që e kishte sjellë në këtë botë. Për të ishte sikur të thyej e gjithë bota e saj. Por unë që e kisha arritur me sakrificë, me shpirtin tim, nuk e lash vetëm kur. As në atë moment kur ajo ishte agresuar me mua. Hyra në dhomë, e mora në krah, edhe pse mbaj mend vajza dridhej nga emocionet. Dhe me një zë të ngrohtë i thash: "E vërteta është e dhimbshme bia ime. Nëna jote e vërtet ishte kunata ime. Ishte një grua e mrekullueshme që fatkeqësisht nuk jeton më. Ajo u largua nga kjo botë shumë shpejt. Edhe ti mbete e vogël, e vetme. Unë isha aty me zemrën time, me gjirin tim dhe me shpirtin tim. Të mora si të ishe imja sepse nuk doja të mungonte kur dashuria e një nëne. Nuk të linda, por të rrita. Nuk të solla në jetë, por të mbajta të gjallë. Edhe në zemrën time ti ke qenë, je, dhe do t'jesh gjithmonë bia ime." Vajza ime shpërtheu në lot, por këtë herë ishin lot përzier. Dhimbje, por edhe mirënjohje të pafundme. Ajo e kuptoi se lidhjet e vërteta nuk bëhen vetëm me gjak. Lidhjet e vërteta lindin nga dashuria, nga sakrifica dhe nga zemra. Koha kaloi shpejt. Të dyja së bashku dhe me familjen u zhvendosën në Zvicër, duke filluar një jetë të re larg kujtimeve të hidhura. Dhe vajza ime që dikur mbeti jetime, sot është një grua shumë e fortë, me plot vlera dhe me dashuri. Ajo shpesh thot se lidhja me këtë grua që mua më rriti është më e fortë se me fëmijët e saj biologjik, sepse mes tyre, realisht mes nesh, u ndërtua një urë që nuk mund ta shëmbe asnjë e vërtet, asnjë dhimbje dhe asnjë humbje. Ky është rrëfimi im që unë nuk u bëra nën nga natyra, por u bëra nga halli, nga rastësia dhe nga fati. Por mbi të gjitha, ky është rrëfimi një zemre që zgjodhi të mos dorëzohej, të mos e kthente kokën anash, por të përqafojë një jetë të re dhe t'i jap dashuri më të pastër. Dhe sot në Zvicër, mes qetësisë dhe një jete të re, unë dhe vajza ime njihemi si bota e bukur, ëndra e bukur, apo bia ime që është gjithçka që unë e kam në këtë jetë.